libri ka nis nga një nuk ka qenë libër në fillim, ka qenë thjesht një atrakcion për të shkruar diçka lidhur me një çështje që kam gjykuar në gjykatën e posaçme me bashkëpunëtorë drejtësie. Filloni gjithnjë kështu kur keni raste? Por aty ku shoh që ka potencial akademik për ta trajtuar dhe ku ka një çështje që e kalon interesin imediat të zgjidhjes së çështjes konkrete, sigurisht që është një nga ato çështje që i ruaj për të hulumtuar, për të kuptuar çfarë ndodh më shumë nëpër legjislacionet e tjera, për të kuptuar a ka praktikë gjyqësore nëpër vendet e tjera, që në mënyrë që unë të krijoj një lloj ideje, nëse e kemi ne mirë këtë që diçka për momentin, po themi, ndërgjegja ime heziton ta pranoj ashtu siç është, apo nëse do duhet ndryshohet legjislacioni. Dhe sidomos tek çështjet që ka potencial për zhvilluar legjislacionin, sigurisht ato janë më të rëndësishme, sepse po ai shkrimi akademik që bëhet që t'i bi në vesh dikujt në mënyrë që të reformohet ajo pjesë e zdrejtës. Dhe në këtë të afërmit tuaj luten që mos ketë shumë diversitet në çështjet tuaja, sepse aq më shumë kohë do u marrësh me hulumtimin pastaj. Dhe këtu ka nisur pikërisht nga një çështje konkrete. Dhe qëndrimin pakit që kam mbajtur, më tej e kam zhvilluar dhe e kam bërë artikull në një nga revistat juridike që botohen në Shqipëri, dhe më tej sa më shumë thellohesha për këtë institut, aq më shumë gjeja, po themi, material për ta trajtuar në mënyrë sistematike. Dhe më tej konceptova librin, sigurisht libri nuk është konceptuar kështu siç është që në fillimet e tij, por duke u lumtuar, duke punuar me të, në një harë kohor, mbaj mend që e kam nis diku nga 2023 zhvillimin e librit, dhe e kam ndërtuar në këtë lloj mënyre që i kam dhënë këtë lloj forme që ka sot. Po